The reason is that I Arsyeja always është që unë gjithmonë e dashuroj try new things të provoj gjëra të reja. Pressure and test myself. Më pëlqen presioni dhe të testoj veten time. So this was Kështu, kjo është diçka completely out of someone's comfort zone. E cila është jashtë zonës time të komfortit, por exactly why I did it. Është pikërisht arsyeja pse unë vendosa të vi. Edhe ke bërë shumë mirë, sepse ne personalisht jemi njohur të një event, të një lokal në Tiranë. Unë të kam parë, të kam ndjerë, kam qenë me familjen time dhe ke shumë energji dhe ke krijuar një performancë shumë e bukur. Dhe në fakt njerëzit që ishin atë ditë te lokali ishin të gjitha shumë të dashuruar dhe plot me energji me këngën tënde. That gives me a great pleasure. Kjo më jep mua shumë kënaqësi. Dhe nënkupton që unë duhet të jem duke bërë diçka korrekte, për faktin se njerëzit më pëlqejnë, edhe pse disa mund të mos më pëlqejnë.